Ju përshëndesim zonja dhe zotri, njoftojmë të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuar, do të flasim për çështjet të gjyqësorit, po jo vetëm, ndarja e pushteteve, kushtetutshmëria në vend, shteti ligjor, shteti së drejtës, duken fjalë tog fjalëshe gati të paprekshme në Shqipëri. Do përpiqemi t'i trajtojmë nga ana juridike, prandaj kemi menduar të kemi në studio Gylsen Zhëllimën, avokat. Zhëllima, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ta nisim me këtë lajmin e freskët fare, Zhëllima, se besoj për çështje të tjera është diskutuar dhe do diskutojmë edhe në vazhdim. Nuk ka asnjë urgjencë, thot kryeministri, për të trajtuar kërkesën e SPAK-ut, sa i takon rastit që u shqyrtua dhe doli me një vendim pa vendim edhe gjykata kushtetuese. Rama sot ka thënë që do të adresojmë çështje nëpërmjet ndërhyrjeve në legjislacion. Ç'është kjo deklaratë? Dhe ndihmon kjo ndarjen e pushteteve për cilat më herët vetë Rama kishte folur si i shqetësuar? Atëherë, duhet ta marrim të bëjmë një dallim midis procedimit penal, procesit legjislativ dhe gjykatës kushtetuese. Sepse duhet i marrim veç e veç. Në rast se i ngatrojmë dhe vendosim të gjitha në një kalup, sigurisht që nuk do dalim me një argument të qartë ligjor, edhe qytetarët kuptojnë ligjin ashtu siç duhet dhe jo ashtu siç zoti Rama e interpretonte para 2022-shit, para 2025-s, kur kishte vendosur vetë mbështetjen absolute tek SPAK-u. Edhe sot E ka thënë, por e ka thënë për shkak që mos të thënë të tjerë që unë ndryshova qendrim për SPAK-un, por nga aspekti procedurial për sa i përket heqjes së mandatit të zonjës Balluku, duket qartësi që zoti Rama bie në kundërshtim me ato çfarë ka thënë gjatë kohës kur është normuar reforma në drejtësi dhe gjatë kohës kur çdo person i atashuar pranë Partisë Socialiste dhe i përfshirë në një aferë të dyshim, zoti Rama i thoshte që nuk do të bëjë avokatin e tij. Por shikon çfarë ndodh në rastin e zonjës Balluku. Pse themi zonjës Balluku, por ne duhet të themi edhe të jemi realist për zëvendës kryeministrin edhe një ministër të qeverisë. Pse them kështu? Të pezulluar. Sepse të pezulluar. Duhet keni parasysh diçka, në një shtat i kushtetutës parashikon ndarjen e pushteteve. Pra, përmes ndarjes së pushteteve, duhet kemi parasysh që të gjithë institucionet të kanë në varësinë e tyre çfarë kushtetuta në vendit. Pra, zoti Rama, zoti KLG-ja dhe zoti Dumani ose zoti Brau i nënshtrohen kushtetutës dhe nuk mund t'i nënshtrohen interesit të tyre në aspektin profesional apo në aspektin personal. Por, duhet keni parasysh që gjykata kushtetuese nuk doli me një vendimarrje. Mos dalin në një vendimarrje, cënon sigurisht atë që ne themi arsyetimin e një vendimarrje konkrete që duhet të ketë një gjykatë e cila nuk është pjesë e sistemit të drejtësisë, por është pjesë e ajo që bën interpretimin e kushtetutës. Dhe ajo çfarë nuk është thënë qartë dhe vetë nga zoti Rama dhe ata të cilët këshillojnë zotin Rama është që tek objekti i kërkesës bërë në gjykatën kushtetuese, ne kuptuam shumë qartë që zoti Rama kishte të bënte me kompetencën. Por ajo që ne nuk kemi marrë në të qartë edhe vetë nga zoti Rama, përmbajtja e kërkesës së shkruar nga ana e tij. Pse? Sepse gjykata kushtetuese në argumentimin e vet thot për imunitetin. Më fal, unë nuk po të pyes për imunitetin e deputetit apo të ministrit. Për pezullimin. Unë po të pyes për pezullimin dhe për nenin shtat të kushtetutës të ndarë. Është gabim i qëllimshëm, si mund të ngatrohet terma të tillë? Nuk e di këshilltarët e tij se si mund ta kenë interpretuar. Se të njëjtin gabim bëhet edhe kur nuk mbledhin këshillin e mandateve dhe imuniteteve. Të njëjtin gabim e bën, po nuk e di a e bën me qëllim apo pa qëllim, po aty duket natyrisht që nuk është e njëjta gjë kur flasim për pezullim dhe kur flasim pezullim edhe heqje imunitetit. Duhet kemi parasysh që te kërkesa duhet ishte për pezullimin në raport me një shtat të kushtetutës dhe jo në raport me imunitetin. Pse? Sepse imuniteti është qartazi tek një 73 kushtetutës dhe është interpretuar edhe nga shumë praktika të ndryshme. Kurse tek neni 7 dhe tek pjesa e pezullimit me nenin 242 të kodit të procedurës penale, gjykata kushtetuese nuk mund të futet në themel. Tani, për mendimin tim, zoti Rama doli në deklarata të gabuara. Pse të gabuara? Sepse zoti Rama duhet thoshte këtë gjë. Unë do pres gjykatën e lartë. Pse do pres gjykatën e lartë? Sepse
pikrisht me ndryshimet kushtetuese të 2016 së vijim, ligjvënësi ja dha atributet e gjykatës së lartë, gjykata e ligjit, që është interpretuesja e ligjit material dhe procedurial dhe ligjeve të tjera të posaçme që lidhen me funksionin apo lidhen me legjislacion në fuqi. Pra, zoti Rama nuk duhet të kishte dalë sot me këto deklarata. Ai duhet thoshte që unë pres edhe gjykatën e lartë, që është gjykata e ligjit, të interpretojnë mbi bazat e funksionit të zonjës Balluku, dhe atëre unë do të filloj dhe të marrë një iniciativë legislative. Në rastin konkret, zoti Rama ka dalë në kundërshtim me veten e tij. Pse? Se ti e ke normuar reformën, ti e krenuar për reformën, po kjo reformë nuk duhet të jetë kaq shumë problematike nga ana profesionale. Je dhe ankuar se po të cënohet. Jo, jam ankuar kur ka ardhur flaka tek shtëpia apo te obori. Tani ta lim flakën të obori. Ne flasim nga aspekti parimor dhe legislativ. Pra, zoti Rama duhet të thotë që unë do pres edhe gjykatën e lartë, që është gjykata e ligjit, dyshoj në rast se i kam thonë që është gjykata e ligjit, sepse dihet fare mirë që ajo gjykatë duhet të jetë e ligjit, por është parë që është gjykata që bën mospranime rekurse, nuk futet të shikoj rekurse, për shkak se vullneti politik i zotit Rama ishte mos shqyrtoni rastin e zotit Berisha ju. Kush jeni ju ta shqyrtoni? Mos shqyrtoni rastin e zotit Meta. Mos shqyrtoni rastin e zotit Veliaj. Mos shqyrtoni rastin e zotit Ahmetaj. Pse mos të shqyrtoni këto raste dhe duhet tani të shqyrtohet edhe rasti i zonjës Balluku në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën e lartë? Atëherë tani ne vim në aspektin profesional dhe themi, jo zotëri, gjykata kushtetuese që ti e voton dhe ti i fut ata atje në atë punë, është përgjegjësia jote. Sepse gjykata kushtetuese duhet të dilte me vendimarrje. Dhe jo 4-4 dhe nuk e shqyrtoj si ku për ne përlozim lotari amerikane apo bingo. Gjykata e lartë, gjykata e ligjit që ti thua që ke bërë reformë në drejtësi. Këto janë ato çfarë ti ke mbjellur dhe tani po i korr. Zoti Zhlima, që të bëj dhe një sqarim, dhe vetë kushtetuta në nenën 140 parashikon kur ndaj një magjistrati merret një masë siguri arrest të bukur arrest në shtëpi, Këshilli i lartë gjyqësor pezullon nga detyra magjistratin. Po si duhet futet shpaku nëpërmjet GKK-s të pezulloj funksionarin publik, ministër, kryeministër, zëvendës kryeministër me radhë. Pra do thotë që gjykata kushtetuese nuk interpreton në raport në të drejtën në një shtat. Pse bëri këtë gjë? Se është pengesë në 242? Jo. Nuk është pengesë, sepse vetë thotë shumë qartë. Ndalohet aplikimi i këtij nenit ndaj personave të zgjedhur me ligjin elektoral. Dhe ti ku shkon tek ligji elektoral, futesh tek objekti i ligjit elektoral dhe thua përfaqësuesit si zgjidhen në Republikën e Shqipërisë, pastaj shkon tek ligji për sa i përket funksionimit të Kuvendit të Shqipërisë që është përsëri i vendosur në kushtetutë që po kemi Kuvendin e Shqipërisë, kemi përbërjen e deputetëve, mënyrën se si zgjidhen ato, pra ke një Rezolimi kërkohet për zëvendës kryeministren dhe ministren në këtë rast. Po, nesër do kërkohet për kryeministrin në rast se do. Për deputetin apo jo? Imuniteti kërkohet për deputetin, për ndjekje penale. Deputeti është i zgjedhur nga qytetarët. Ministri, zëvendës kryeministri zgjidhet nga kryeministri, kështu që. Edhe një herë, kryeministri është kryetari i Këshillit të Ministrave. Kryeministri është kryeministri për shkak se thotë jam kryetar, jam i pari midis të tjerëve. Kjo nuk tregon që kryeministri nuk është ministër. Kjo tregon që kryeministri përmes vullnetit të Këshillit, të Kuvendit, që ka ardhur sipas sipas zgjedhjeve parlamentare, merr sovranitetin që i ka dhënë populli dhe ai delegon një pjesë të kompetencës së tij tek ministrat, ja shpërndan. Dhe prandaj ata quhen ministra dhe ky kryeministër. Dhe kryeministri shpërndan kompetencat, po në fund fare në varësinë politike dhe mos harrojmë edhe një fakt tjetër që vendimet e Këshillit të Ministrave janë kolegjiale. Pse janë kolegjiale? Sepse nuk mund të ndiqen penalisht. Pse rasti i kryetarit të Kuvendit është byroja e kryetarëve që merr vendimarrje kryetari i Kuvendit në mënyrë kolegjiale? Pse? Sepse ligjvënës në atë kohë
ka menduar që ai nuk mund të ndiqet penalisht. Pra, nuk mund të, është gabim. Nuk mund të pezullohet nga një institucion tjetër. Fjalia e penalisht mund të ndiqet penalisht duke hequr imunitetin. Nëse është kështu, atëherë pse domosdoshmëria për të ndërhyrë në legjislacion? Dhe nëse ndërhyet, kush përfiton? Dhe ju përmendët edhe raste të tjera, jo vetëm rasti i Ballukut. Velia zbesoj se i ka nisur sot gjykimi i çështjes në themel. Po nga këtu kemi të bëjmë një shkelje procedurale ndaj zotit Beqia Ahmetaj. Këtu kemi të bëjmë një problem procedurial. Kur i person që është i pandehur në seancën paraprake kërkon të kthehet dhe të hetohen ato të cilët kanë në interesin e tij. Sigurisht që gjykata në këto kushte duhet të pranojë kërkesat e pandehurit, për shkak se i pandehur kërkon që të merren edhe prova shtesë. Dhe s'ka pse ta çojë dhe ta dërgojë për gjykim në themel kur i pandehur ka këto kërkesa procedurale. Dhe te rasti i zotit Beqia, po e njëjta gjë është. Po në rastin e zotit Ahmetit, po e njëjta gjë është. Po në rastin e zotit Ahmetit që do shikojmë, po e njëjta gjë është. Pse? Sepse është dhënë udhëzimi dhe orientimi dhe frymëzimi politik që zoti Rama thoshte, nuk bëj avokatin e askujt, kjo është drejtësia ime dhe ju e pat në 11 maj që se si mendimin e SPAK-ut, që sot e bën sikur e kam kundërshtar, sot kemi të bëjmë me mandatin e 4 që asë një vend botës nuk ndodh që një qeveri e cila është kapur përthuajse në flagrancë, në kushte të paimagjinueshme, të marrë 83 mandate. Dhe kjo lojë që po luan zoti Rama bën për të më thonë tek njerëzit e tij që shiko, unë nuk jam ai që ju tradhova, po tani unë po bëj përpjekje maksimale që të mbroj të gjithë juve. Pra, ju jeni të pandershmit, unë jam i ndershme. E ka etiketuar veten e vet shumë mirë zoti Rama. Pra, me procedurë mund të lëshoj zonjën Balluku ose çdo individ tjetër tani e tutje. Për shkak se zoti Rama u kënaq nga Republika prokurorëve nga 2022 deri në 2025 për zotin Dumani, ja hoqi spatën zotit Dumani, por SPAK-ut nuk e jep kur spatën. Tani ka Republikën e kartonëve. Tani ka Republikën, jo, tani atë që kemi thënë dhe para se të ndodhte kjo. Është Republika parlamentare. Tani zoti Rama do dalë do t'i bëj moral prokurorëve. Por e di çfarë do t'i bëj? Do t'i bëj dhe statistik prokurorët dhe gjyqtarët. Dhe nuk ishte kohë. Po është ndarja balancimi i pushteteve këtu. Statistika, jo, nuk ka lidhje pse mendoni ju se zoti Rama beson në parime kështu kushtetuese. Besoj Lere, më ta lëm në pikë pyetje. Ai ka deklaruar, edhe unë deklaroj, po puna është edhe të interpretoj dhe ta besoj, jo të deklaroj edhe thjesht mos ta besoj. Duhet keni parasysh diçka. Tek ju këtu e kam thënë vazhdimisht, zoti Dumani i ka bërë keq kolegëve të tij, edhe vetes së tij. Gjyqtarët e gjykatës së posaçme të shkallës parë dhe të apelit i kanë bërë keq vetes së tyre, nuk e kanë bërë mirë shtetit shqiptar. Ta harroni këtë gjë. E dini pse? Sepse gjyqtari nuk është pjesë e politikës. SPAK-u dhe GKK-ja është bërë pjesë e politikës. Që do të thotë, SPAK-u denon ose kërkon ndjekjen penale në perceptim publik. GKK-ja për perceptimin publik aplikon ato që kërkon SPAK-u. Vjen një moment kur të gjithë janë atje, tani i bie që do grushtohen SPAK-u me kuvendin. Tani më fal, ju e dini shumë mirë që ligjet dalin nga kuvendi i Shqipërisë. Tani, kush ju mendoni që fiton? Kuvendi i Shqipërisë apo SPAK-u? Në rast se del zoti Rama dhe thotë do bëjmë një ligj të posaçëm për zotin Dumani që ta arrestojmë. Mendoni ju që ka gjyqtar që s'do ta aplikojë dispozitën përkatëse? Gjithmonë fiton kuvendi. Nuk fiton në asnjë moment institucionet që janë në varësi të kuvendit. Po shteti së drejtës? Po nga ku përfaqësohet shteti së drejtës? Nga kuvendi. Në rast se ne shkojmë dhe bëjmë një ndryshim në ligjin dhe në kushtetutë dhe ndryshojmë emrat e gjykatave edhe mënyrën e funksionimit të tij, kush bën? Nga ku vjen? Nga burimi i popullit që voton dhe shkon në kuvend. Në zhëllima që ishte gjithë përfshirëse, mund të bëhen ndryshime të tjera të jashtme. Reforma fillestare me atë të cilën kemi sot në praktikë s'ka lidhje fare. Janë bërë një sër ndryshime. Kanë bërë vazhdimisht ndryshime. Pra, është një reformë me dështimin, kur ti merri një përgjigje gjyqësore brenda 2 vite, 3 vitesh, sot do pritet pas 15 vitesh.
Unë flas për qytetarët shqiptar, nuk e kuptojnë, gëzohen me arrestime, gëzohen me procedime, gëzohu se fatura do të vi. Po kur do të vi, Dumani do thotë ça? Unë s'më respektova ligjin, pse? Ashtu. Ai tjetër do thotë gjyqtari, unë e respektova ligjin sepse ju kërkuat ndëshkimin ndaj tyre, se ju nuk keni të zotin ndëshkoni me votë. Së kështu i bie. Dhe prandaj them që SPAK-u, GKK-ja do jenë statistike zotit Rama. Ai sa zoti Rama është në pushtet. Pse them këtë gjë? Sepse duhet keni parasysh diçka. Zoti Rama bëri një konflikt me gjyqtarët në muajin gusht. Dhe në muajin gusht bëri edhe me prokuror, edhe gjyqtar. Në muajin tetor, pas këtij konfliktit, të vritet një gjyqtar në seancë. Zoti Rama konflikt për pagat me gjyqësorin para një jave. Vion debati. Goditet kolegu im Cagrani në mes të Vlorës, edhe akoma nuk kanë gjetur as gjë, as reagim, as ministri i drejtësisë, as kryeministri, as presidenti i Republikës. Pra, do të thotë që institucionet shtetërore në Republikën e Shqipërisë nuk interesojnë, bëjnë sikur nuk ekziston shteti. Sepse ekziston partia pushtet. Dhe këto janë gjërat shumë të tmerrshme që ndodhin në Shqipëri. Zoti Cagrani është sot në spital për shkak të detyrës, nuk është për ndonjë parakalim dyshe apo mos parkim ose po se kështu shiko. Ju më dëgjoj, tjetër kur të vjen me të vra, nuk të vret duke po të gjej një shkak. Më kupton? Do shpiki një film, do shpiki një moment, një skenar që të thotë që shiko unë për këtë arsye bëra, po jo për shkak të detyrës. Për arsye të dobta, motive të dobta, banale. Ndërkohë është e qartë dhe e faktuar që është për shkak të detyrës. Dhe e dini që pse ndodh kjo? Sepse kryeministri i vendit bën kriza të tilla dhe militantët e partisë mendojnë se fajin e ka avokati, gjyqtari, prokurori, kur vetë kryeministri i vendit i ka frymëzuar, arrestoni burg për të gjithë. Vetë ai e ka thënë, se kam thënë unë. Madje e ka thënë burg edhe për njerëz të vetë që kanë ndihmuar e kanë futur në politikë. Burg edhe për parkim dysh, edhe për parkim dysh. Burg. Dhe këtë del amnistia penale. Po mirë, kur i fut në burg këtej, pse po ju nxjerr nga dritarja? Se majë të gjithë në burg. Edhe te kodi penal, qytetarët nuk e kuptojnë që ka të bëjë për gjithë qytetarët, votojnë, s'votojnë me parti pa parti, të gjithë kodi penal i përfshi të gjithë ata, që do gjenë miku në momentin e fundit. Mua më shqetëson për standardin kushtetues në këtë vend, kush e garanton? Se duket sikur gjykata kushtetuese që duhet ishte garantja e kushtetutshmërisë në vend, sa herë ka çështje me ngarkesë politike, përfundon në mosvendim, valvul presioni dhe asgjë. Shiko, gjykata kushtetuese është në dobësinë e saj më të madhe, se ka presionin. Dhe t'jemi realist, presioni është edhe i brendshëm edhe i jashtëm. Zoti Dumani, t'jem realist, mendon se ishte ministër i jashtëm i Republikës Shqipërisë dhe kur fliste thoshte partnerët ndërkombëtar. Jam i bindur që antarët e gjykatës kushtetuese thënë partnerët ndërkombëtar. Më fal, ne marrëdhënie diplomatike i kemi lënë ministrit të jashtëm dhe qeverive sepse ajo kanë për detyrë edhe ajo është funksioni i tyre. Pra, ministrat për këtë arsye flasin me njëri tjetrin. Po jo drejtësia e Shqipërisë të flasin me partneritet ndërkombëtar. Pra do të thotë që ne kemi parë shpesh herë që këta individ thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. Më fal, lind pyetja e thjeshtë. Këto magjistrat të gjykatës së lartë, më duket nuk janë magjistrat për shkak se nuk vinë nga drejt për së drejti nga sistemi gjyqësor. Këta gjykatës që ka marrë statusin nga reforma e famshme në padrejtësi, a paguhen nga Republika e Shqipërisë? Po. A paguhen nga Ministria e Financave? Po. Po zoti Dumanit të tjerë 19 shenjtorët e SPAK-ut, a paguhen nga lekët tona? Po. Ç'lidhje ka të flasin nga mjesit delitar për ata të cilët janë të huajt në vendin tonë? Ambasadori i nderuar mbaron punën e tij, jep udhëzimet ose jep informacione në shtetin e vet, se për këtë arsye është këtu. Nuk kam pa ndonjë ambasador të luftoj për të drejtat e opozitës, as për të drejtat e qeverisë vendase. Ai gjithmonë lufton për interesin e shtetit që e ka emëruar. Gjykatësit e gjykatës kushtetuese, gjykatësit e apelit e ato të zakonshmit,
prokurorët e posaçëm dhe atë të zakonshmit të kuptojnë që mos bëni statistikë e ambasadorëve. Se në fund fare, qeveria çfarë do? Statistika. Dhe qeveria aktuale dhe zoti Rama do krijoj statistika të tilla të keni. Tani jo statistika ambasadorësh, po statistika të Këshillit të Europës, kemi zbritur 26 vende që kur është implementuar kjo reformë. Po, ne kemi zgjedhur që të zbatojmë. Jemi në vendin e 92. Po, se kemi filluar nga 1946 mentalitetin. E kemi kryuar 40-100-500 vjet, mirë. Edhe sot jemi në 2026 dhe kemi akoma mentalitetin komunist. Jemi realista ne. Pra, si do shkosh ti në Europë kur ti akoma mendon që Xhaxhi Edit, Xhaxhi Enveri. Se në pasdite do të jetë në Bruksel Rama, edhe do të diskutojnë atje kapitujt 23-24 për raportin e vlerësimit të standardeve për reformën në gjyqësor. Po, nuk ka asnjë lidhje takimi. Ka ndonjë iluzion? Asnjë lidhje. Duhet keni parasysh që në Bashkimin Evropian Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk shkon dot vetëm. Edhe sikur gjithë populli të votojë edhe 140 deputet këtë Partia Socialiste. Bashkimi Evropian nuk pret parti politike që në zgjedhje marrin më shumë se 75 deputet. Pra, Shqipëria ja mbylli vetes rrugës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Negociata bëj sa të do shpirti, marrëveshje bëj sa të do shpirti. Në Bashkimin Evropian nuk shkojmë me një qeveri e cila ka mbi 75 deputet. Jo, i kanë lënë sa detyra në fakt në nivel ambasadorësh, i kanë kërkuar të ofroj prova konkrete mbi ndëshkimin e zyrtarëve të lartë të akuzuar. S'ka lidhje kjo. Vendim e gjykatës dhe sekuestrim të pasurive të tyre. Edhe një herë, duhet keni parasysh diçka. Bashkimi Evropian është një institucion që ne kërkojmë si shtet shkojmë atje. Jo se ata po na detyrojnë hajdeni sepse kemi nevojë për ju. Sa Bashkimi Evropian i bie që do të japë edhe lek për ne. Pra shtetet anëtare s'do japin lek për ne që jemi akoma ku thet Çameti me lek. Pra kemi një shtet i cili është i dobët në fuqinë paguese. Pra vizita e zotit Rama bëhet thjesht të justifikoj faktin që zoti Rama përpiqet proceseve integruese zhvillima. Zoti Kosta në vitin 2027 ikën lamtumir pozicionit të tij si president. Mirë, dhe mos gaboj që edhe 2026 mund të ikin në maj dhe do të vi president tjetër. Pra do vi nga e djathta. Tani ai është i majt. Vjen nga Portugalia, mos gaboj. Dhe ai do iki. Tani ai nga shkurti deri në maj kur do mbaroj pozicionin e tij. Zhvillima, dua t'i shfrytëzoj dhe këto 2 minuta të fundit, të lutem. Janë shoh këto takime. Nëse mund të hamendësojmë, se deri tani nuk kemi informacion për çfarë ndërhyrjesh mund të bëhen legjislacion, çfarë ndërhyrjesh mund të bëhen legjislacion. Për mendimin tim, po, për mendimin tim duhet të bëjnë ndërhyrje. Sa të rrezikshme do jenë. Duhet të bëjnë ndërhyrje kushtetuese. Unë bëj apel nga ana profesionale flas që politikanët të futen në parlament, të rishikojnë kushtetutën, por me një kusht patjetër qytetarët shqiptar të vendosin dhe të votojnë në një referendum popullor, por mendimi im është që SPAK-u nuk mund të jetë i pa mbikëqyrur në pikpamjen procedurale institucionale. Është i vetmi institucion në Republikën e Shqipërisë që nuk e kontrollon askush. Nuk e kontrollon askush. Pra, unë dua një institucion, jo të kontrollohet në aspekt se është gabim kjo kontrollohet. Unë dua një institucion që nesër, kur të ndodhi ajo rasti i përgjimeve që vetë ato shpikën viktimën e vetën e tyre, të futet një institucion tjetër i pavarur të bëj kontroll. Dhe sot ju e dini që prokurori me prokurorin e SPAK-ut arreston njëri tjetrin. Po kush do desh që të shpërthej korrupsioni aty brenda? Pra ne duhet të shpikim, pra duhet të bëjmë tani shpikje, e duhet të jetë shqiptare. Jo e huaj, se ne Ju mendoni që ndërhyrje në legjislacion do bëjmë për të përmirësuar reformën? Jo, unë kërkoj që të jo, më fal. Jo, nuk më intereson Rama tani as Meta, as Berisha, as njëri. Mua më intereson që qytetarët shqiptarë mos të bëjnë statistika. Kjo më intereson mua. Nuk më intereson Rama as njëri. Më intereson mos bëjnë statistika. E dini sa njerëz janë futur në përburgje kot për korrupsion, pse kanë shkëmbyer një mesazh? Statistika për këta zyrtarët e lartë është shumë e vogël, por populli shqiptar mos të futet për gjëra koti në burg. Dhe them edhe një herë, SPAK-u duhet të monitorohet dhe të jetë një kontroll i monitorueshëm proceduralisht. Pra, të rikthejmë
pse jo dhe prokurori i përgjithshëm të marrë tagrat duke u votuar në mënyra ashtu siç e përcakton vetë ligji dhe Kuvendi i Shqipërisë, që të nesër prokurorë të tjerë të kenë mundësi të arrestojnë prokurorët e SPAK-ut. Pse ndodh kjo gjë që vetëm prokurorët e SPAK-ut mund të arrestojnë njëri tjetrin dhe asnjëri nuk mund t'i arrestojë? Pra ai prokuror aty do abuzojë me ligjin. Kush do ta ndalojë atë? Kur ka pakt me kolegun që bashkëpunojmë në dosje të ndryshme dhe ja di sekretën njëri tjetrit. Qartë. Pra unë them që politika shqiptare dhe Komisioni Xhafa të zgjohet nga gjumi dhe të veprojë dhe nga ana procedurale, ligjore. Pra jeni dakord me nismën e Unë jam gjithmonë dakord me unë jam dakord me atë. Jo për të shkuar, sepse një sekond. A kemi vendosur që Kuvendi i Shqipërisë do të jetë ai që normon ligje? A kemi vendosur që ne përmes Kuvendit të zgjedhim përfaqësuesit tanë? A kemi vendosur që ky kuvend duhet të normojë ligje për këtë vend? Po, patjetër. Pse ku do shkojmë, do dalë nga rruga dhe do filloj të bërtas nga mesi deri në darkë? Unë jam shumë i qartë me veten time dhe jam koherent. Dhe nga momenti kur Dumani punonte për Partinë Socialiste, dhe nga momenti që zoti Brau tani po mendohet dhe po amencohet me një manastir ndërkombëtar apo kombëtar, me tabela të ndryshme, që si do filloj veprimtarinë e tij. Po një sekond. Në rast se një personi të jep pushtet të pakontrollueshëm, ai abuzon me pushtetin. Në rast se ti e kontrollon nga aspekti procedurial, se kemi një kushtetut, edhe një kompani ka një statut, një shoqat ka një statut, një parti ka një statut, pra ka rregulla. Se në rastin nuk e di, një sekond, po nuk mund të japësh ti kryetarit të një institucioni apo një prokurori të thjesht japësh pushtet absolut. I vetmi që ka sot pushtet absolut procedurial në vendin tonë është SPAK-u. Pra SPAK-u mund të arrestojë GKK-n dhe apelin dhe gjykatën e lartë dhe gjithë këto të tjerët, dhe këta të tjerët nuk mund të arrestojnë këta. Pra më fal, këta që ka shejtor, më fal. Jo, shiko tani, mos më hap tani se tani dalim pak orarit. Po thjesht duhet të kish parasysh, prokurori luajti politik, pra Prençi luajti politik. Në vend shkonte ta kërkonte që në fillim detyrim paraqitje, e mori të pandehur në tetor. Në vend shkonte kërkonte për imunitetin, shkoi në fund fare dhe bëri pezullimin. Më fal o zotrit, ty s'të kemi vënë aty të bësh politik. Ti aty je për të kërkuar ndjekjen penale. Dhe ka institucione dhe gjykate që i autorizon apo jo. Po ti nuk mundesh të pezullosh zëvendës kryeministit dhe ministrit, sepse pra thembra e Akilit është SPAK-u, thoni juve. Po tani në këto momente kjo është situatë që ka tronditur jo vetëm në aspektin politik, por procedurial. Pra do të thotë, SPAK-u në këto momente nuk kontrollohet në aspektin ligjor, është thjesht raportim, po jo kontrollimi, dhe kontrollimi nuk them ti kapën në flagrancë, por abuzimi me ligjin që bëjnë ata aty brenda duhet të japin llogari. Jo se ne duhet t'i shkojmë dhe të arrestojmë të gjitha dhe bëjmë model. Por nuk mundesh ti të thuash që këta që kanë hajdutët, mirë, ndërsa ju që jeni 20 aty jeni 20 shejtor. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Dhe ndërkohë, këta që janë hajdutët që janë jashtë, ju kanë përzgjedhur ju që jeni brenda. E kuptoj, si nuk shkon logjika. Pra, o këta që kanë hajdutë të gjithë jashtë dhe këta presupozojnë që janë hajdutë, mirë, ose këta janë shejtor dhe sigurisht dhe këta janë shejtor. Zhvillima do na duheshin minuta të tjera, po i kemi ezauruar për ditën e sotme. Ju falenderoj shumë për praninë në studio, të shtuara kolegut tuaj, uroj shërim sa më të shpejt dhe rishihemi në biseda tjera. Patjetër, faleminderit. Falenderime edhe ju, zonja dhe zotrina Ndoqët.